Përshëndetje dhe mirëmbrëma të dashur ndjekës të mi. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili. Sonte pak në mënyrë më amatore, por e kisha e ndjeja shpirtërisht që ta bëja këtë video në shenjë respekti për miken time të çmuar, zonjën Parashevi Simaku. Zonja Simaku një vit më parë, na ka shokuar të gjithëve, na ka befasuar të gjithëve me jetën e saj që bënte. Mediat filluan të shkruajnë, kishte lajme të ndryshme, spekulime të ndryshme, theme të ndryshme, dolën edhe njerëz të ndryshëm të cilët dëshironin që ta ndihmonin, dëshironin që t'i qëndronin pranë, por mbeten të gjithë një enigmë. Njeriu i cili vendosi që ta ndihmonte zonjën Simaku dhe vuri dorë tek ajo, u shndrua në një ëngjëll të saj mbrojtës, është Elton Iliriani. Eltoni edhe në intervistat e fundit, të cilat u keq kuptuan realisht, apo u keq interpretuan nga portalet, mund të t'i quaj portalet jo profesionale, duke shkruar tituj jo të bukur dhe tituj jo adekuat drejt atyre videove dhe drejt atyre lajmeve që dolën për Eltonin, u tha që zonja Parashevi do të përfundon në rrugë shkaku i çështjes financiare, ku kjo nuk është e vërtetë. Domethënë Eltoni tha vetë që zonja Parashevi mund të përfundon në rrugë në janar, sepse nuk bindet që të bën kartën e identitetit si në Shqipëri ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por zonja Parashevi, unë jam shumë i bindur që do të na dëgjon të gjithëve, mua Eltonin të gjithëve, dhe do të na respekton dhe do ta respekton Eltonin për atë kohën që kanë kaluar dhe që kalojnë bashkë, sepse ajo e quan ëngjëllin e saj mbrojtës. Por pse pikërisht unë sonte bëj këtë video? Zonja Parashevi ka treguar që nuk përdorën rrjet social Facebook për post Instagramit të saj. Dhe një Facebook i hapur në emrin e zonjës Parashevi, që konsideron mirë ndjekës, publikon disa video, disa lajme, disa fotografi, siç djali i zonjës Parashevi, i ka shkruar letrën e fundit. Dhe kjo është një lajm i cili është publikuar ditët e fundit. Sot rrjetet janë tronditur nga një letër sekrete që i atribuohet Lukës, djalit këngëtares së njohur Parashevi Simakut. Pas shumë muajsh fshehtësi, mesazhi i ngrohtë dhe personal u bë publik, duke prekur zemrat e mirave ndjekësve. Megjithatë, nuk ka konfirmim zyrtar që letra është shkruar realisht nga Luka. Në kartolinën, thot, fjalët e shkruara shprehin dashuri dhe mirënjohje për nënën. Dear Mom, letra është e shkruar anglisht, që thot, unë të dua, ti je zemra ime, të kam gjithçka, etj. etj. Pavarësisht origjinës së pasigurt, mesazhi shpalos emocion, nostalgji dhe respekt të thellë për figurën e saj. Letra tregon se si Parashevi ka formuar jetën e djalit të saj dhe momentet e vogla që i mbeten të paharueshme, Luka i kujton me shumë mall dhe me shumë nostalgji. Fansat reaguan menjëherë, shpërndan kartolinën dhe komentuan mbi lidhjen e veçantë mes nënës edhe djalit, duke u emocionuar nga guximi i shprehjes së ndjenjave. Kartolina përfundon me fjali të fuqishme, I love you, është anglisht, të dua shumë mami, të kam gjithçka, etj. etj. Ku Parashevi Simaku ka surprizuar shqiptarët, kështu thuhet në fakt në këtë kartolinë që është shkruar. Tani, unë e di shumë bukur që nuk ka asnjë kartolinë dhe nuk ka asnjë letër nga ana e Lukës. Me të gjithë respektin që gëzojmë për Lukën, Luka është një djalë i mrekullueshëm, është një djalë fantastik. Ai është rritur me dashurinë e babait, me dashurinë e nënës, e cila nuk i ka munguar kurrë, sepse zonja Parashevi për hatër të Lukës, për hatër të fenomenit familje, për hatër të asaj që ajo e luftoi me shumë dashuri, e ëndërronte në fakt që ta ndërtonte familjen, ajo la ëndrrën e saj që e dërgoi ti drejt Amerikës, që në fakt ishte
dëshira për të ngjitur në skenën e Hollywoodit dhe u kthye në një nënë të rëndomt shqiptare e cila kujdeset për familjen dhe hoqi dorë nga muzika. Por unë e di që zonja Parashiri ka nevojë për ndihmën tonë. Ajo ka nevojë për ndihmën tonë në aspektin e dashurisë, në aspektin e mbështetjes, në aspektin e mirëqenies dhe jo ka nevojë për ndihmën tonë për lajmet e reme, për këto portale të cilët nuk e kuptoj pse bëjnë këtë gjë, sepse duhet ta kuptojmë një herë edhe mirë që zonja Parashiri ka celular, do me thënë lexon gjithçka. Eltoni për të disa të herë ka thënë që ajo është aktive dhe ndjekën çdo podcast që bëhet për të, çdo gjë që flitet për të. Dhe do me thënë, nëse ne pretendojmë që mundemi të fitojmë disa euro më shumë nga lajmet e reme, kjo është e gabueshme. Do me thënë, doja t'ju informoj sepse shikoj që ka shumë like-a, do me thënë ka shumë share si fanpage dhe nuk është e bukur që të postohen gjëra duke prekur plagën edhe duke prekur zemrën e një nëne se cila lufton me pafund për të birin e saj dhe për t'u ribashkuar me të birin e saj. Vërtet Eltoni e tha që zonja Parashiri nuk ka patur një takim me Lukën më, por do me thënë kjo nuk do të thotë që zonja Parashiri ka hequr dorë nga djali dhe ne duhet të merremi me dhimbjen e saj dhe duhet do me thënë të merremi me djalin për ta goditur zonjën Parashiri. Zonja Parashiri vërtet ka nevojë për ne. Ajo ndodhet në Amerikë, është si kokra e mollës, ajo ka nevojë për kontributin që ju jepni për të, që t'i sigurojmë një jetë pak më të mirë, t'i sigurojmë kushte pak më të mira dhe jo të bëjmë lajme të reme kundërdrejt personalitetit të saj, kundërdrejt njerëzve të afërt të saj që realisht edhe pse nuk kanë se përmenden, sepse nuk ka nevojë të përmenden në asnjë mënyrë. Unë uroj që zonja Parashiri të mos të jetë ndikuar, por më vjen keq se si mundet të hapen adresa falso, të hapen portale. Unë flas në këndin e gazetarit, por flas edhe në këndin e qytetarit, sepse po të më ishte bërë mua, më besoj që do ta kisha përjetuar shumë keq, sepse nuk është e lehtë që dikush të flet në emër tënd, të menaxhon emrin tënd, të shpifën në emrin tënd, dhe këto shpifje realisht më së shumti e rëndojnë atë grua të mrekullueshme. Unë jam i bindur që ndoshta personi që ka këtë Facebookun, sepse është konfirmuar zyrtarisht edhe nga ana e zonjës Parashiri që nuk është Facebooku i saj, unë jam i bindur që edhe personi që ka ndoshta nuk e bën me vetëdijen se po e dëmton zonjën Parashiri emocionalisht, por unë mendoj që është e bukur që të marrim më të mirën e artistëve, të flasim më të mirën për to dhe të nxjerrim gjëra më të mira dhe jo të merremi me jetën personale të tyre.